që lunë në Manchester City. Është lojtar fantastik, është shumë i shpejt, edhe portieri Courtois. Do më thonë, bile Belgjika që ka ardhur deri këtu, muj me thonë që është merit mas shumë të e portierit. E portierit. Edhe një ekip që e ka portierin e mirë, në zhargon e futbollit thojnë është gjys ekipi. Portieri është 50% i ekipit edhe unë prap besoj se Courtois është portieri më i mirë prej gjithëve në kampionat botnor. Dhe kampionat botnor. Po, edhe duke marrë parasysh Belgjika edhe këta lojtarë, do me thonë, janë lojtarë të mirë, gjithë janë lojtarë që lynë për skuadrën atyre, por Doku, mu më pëlqen është një lojtar shumë i shpejt, i paparashikueshëm, që një me një është i pandalshëm, din edhe me asistu, din me bo gola, kështu që me një Spanjë, që nuk është në formën e saj më të mirë, unë besoj se Belgjika i ka shansat e veta. Mundet me befasu Spanjën? Mundet me befasu. Edhe Spanjën absolutisht nuk e shoh favorit për këtë botnor. E mon Franca, e mon Anglia, e mon Argentina. Spanjën? Po.